Tregim tinguish ishte titulli i mbrëmjes muzikore që mblodhi së bashku 24 instrumentistë të grup moshave dhe niveleve të ndryshme në drejtimin e pianistes së mirënjohur të qytetit tonë, Rea Bibaja Zaimi, në sallën e qendrës kulturore të fëmijëve. Një buqet tinguish dhe emocionesh u soll para publikut përmes interpretimeve që pasqyruan rrugtimin artistik të secilit pjesëmarrës. Në këtë recital u ngjitën në skenë si instrumentistët që hodhën hapat e parë në muzikë, ashtu edhe ata që tashmë kanë konsoliduar talentin e tyre, duke dhuruar një nivel të lartë interpretimi. Programi artistik përfshiu jo vetëm pjesë në piano, por edhe interpretime në kitar dhe violonçel, si dhe bashkëpunime të bukura mes pianos dhe violonçelit. Çdo interpretim përcolli emocione të veçanta duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe frymëzuese për të gjithë të pranishmit, në një mbrëmje ku muzika u kthye në një tregim të vërtet tinguish. Ky ishte edicioni i 5 që Rea me talentin dhe përkushtimin e saj realizon, duke krijuar një traditë mjaft të bukur për disa breza në pianistik dhe instrumente muzikore.